O, përshëndetje, mirë mrama, qysh ju kam. Mësova me juve këto ditë, edhe dje që s'kom hi live, për ga dok diqka shumë palidje, edhe mendoha është sa shpejt mësojemi na njerëzit me diqka. Përshëndetje Ankelejda, Alma, Iliriana, Azizi, Nergjivane, Donna Nails, Mimrama, përshëndetje Kusheri, Avdi, Sevdije, përshëndetje, zemra dhe për juve që, se dhja do të mdolin këto sot. Me zemër, i keni këto zemra. Qysh jeni të i kalu, qysh keni kalu këto dit, kam doke që s'jemi dhe gjumatin, fakt është, veç gjë që s'kom hi live. Mirë mrama, Alma, drit edhe vet, falenderit shumë. Falenderit Avdi shumë, përshëndetje nga unë, kaloni mirë edhe jo. Blendina, përshëndetje, Dudi, përshëndetje. Mirë mrama, qysh ju kam, qysh jeni të i kalu, qysh jeni me mendime, me emocione, me energji, me gjithë shka, qysh i keni qefin. Hajde të regoni diçka tre, apo hiq kur gjo. Shumë mirë, super, shumë mirë. Qysh i keni motin ka ju anena, nuk e di bashkë prej kajt, jeni që më përcjellni, a jeni, e ti që krejt për Zvicës nuk jeni, po për Silvaneve. Mirë një në pun jam. A jenë pun tani? Apo se s'të kuptova kushëri. Se e ke po, kur shkruim, ka njerë munden me u keq kuptu krejt fjolla e shkrimeve se ndryshe, mendojmë ama ndryshe e meraj tjetri. Florinas, make-up, mirë mrama. Qysh jeni të i kalu, a jeni duke mbajtur sfiden, apo s'jeni duke mbajtur edhe këto meditime që jemi të i boz bashku, thjesht, ju kësha thonë, t'i përsëritni sa ma shpesh që mundeni. Une gjitha këto meditime që i kemi bo bashk, i janë në... Disa i kum lorë ende në Instagram, po disa janë në YouTube, mundeni me i marë edhe me i bo saher që ndjeni saher që keni nevoj. Unë kam reguluar marrëdhënien me vajzën e tretë, jemi shumë mirë, super, shumë bukur. Uroj që gjithmonë t'jeni mirë, edhe t'ja kaloni sa ma mirë, edhe punë shumë të marë, e kjo punë t'i sjellë sukseset e botës. Unë e lodhur me energji të mirë, por prap nervozizëm kam pasur me djalin tim. O Alma, dëgjo, deri sa puno me vetin, deri sa ta kuptojsh, falenderit edhe ty Kushërin, që edhe në orar punës, po merë ku me më shiqu shumë, falenderit, përshëndes nga zemra, edhe përshëndet e familjen. Alma, që keshtë tonë, me bën kokë fort të madhë, dëgjo, krejt fmit që i kemi, shumë mirë një ditë e bukur. Inshallah, punoni me vetën që çdo ditë jetë e bukur, vërtet, po marë parasysh se çka jemi tu i kalu. Edhe punoni me veten, po a shumë deri sa ta kuptoni se çdo gjë që na ndodh në jetën tonë është thjesht ka na pasqyron diçka, edhe thjesht është për me na shëru. Mentorët më të mirë që për neve janë pikrisht këto njerëzit që munden me na nervozu neve, munden me acaru diçka neve, që ta janë mentorët më të mirë. Soher që nervozohesh, soher që reagon ndaj diçkaje, në vend që ta fajsosh tash atë personin tjetër, mundohu pyete veten mas shumë ti pse jam të reaguar në çet mënyrë. Pse? Sepse na gjithmonë shkojmë gjithçka veç duke përsërit.
urime për meditime që i ke hedhur në aplikacion dhe faleminderit edhe juve. Janë aty disa hipnoza tjera, është një hipnozë mjaft e fuqishme, vërtet mjaft e fuqishme. Ajo hipnozë zgjat tamam 1 orë, që është thjesht ta pranoj momentin e tanishëm. Se kur e pranoj momentin e tanishëm, atëherë në qatë mënyrë edhe gjithmonë ju kom thonë edhe një natë ma herët që sa herë që na reagojmë ndaj diçka, ngacmim, një reagim krijohet një program. Derisa na nuk vedisohem për çto, derisa nuk vim qatë nivel që mos me reagu ndaj situatave të jashtme. Qetësi që flasin shumë mentor që flasin për qetësi, është pikrisht që kjo qetësia që është e mendume. Derisa kur ty të dikur diçka, që ajo pjesa që ti mundesh me kontrollu deri te reagimi, nëse nuk reagon fare, ti je komplet në qetësinë tënde. Edhe tash po marr parasysh, ajo janë fëmijët e tonë, ajo janë kujshia, ajo janë shoqënia, ajo janë të familjes. Nuk ka rëndësi, me rëndësi është që ti me mujt me kontrollu qatë pjesë, qatë hapësirë. E tek qatë herë na vërtet kemi bo punë të mirë me veten. Nuk është lehtë, sepse janë programe, do më thonë, ato emocionet që veç janë transmetu neve, që thjesht Gentian Beqiri, mirëmbrëma, përshëndes shumë, Gentiani, është ky djali, apo ky zotria, apo ky shoku që e ka kriju platformën pra Bright Nest. Shiqoni, shkoni, aplikoni, instalojeni, e keni në xhep me veti sa që keni nevojë. Ka mjaft program të mirë aty, edhe kështu që mos pritoni, punoni me veten, sa herë kum thonë, edhe e tham apet. Përshëndetje Gentian. Sa herë kum thonë, puna me veten është investimi ma i mençëm. Nuk duhet kur gjo materializëm për deri sa ti mrena je bosh. Sepse nëse ti je milioner mrena, je milioner jashtë. Nëse mrena je i varfun, edhe qato qka i ti ki me i hup, ose nuk ki me i gzu. Se tash që punoj me veten teme, edhe vërtet jam shumë thellë në këto sene, i shoh, i vrej njerëzit edhe pse kanë kushte, do më thonë në t'jashtmen, na doket që i kanë kushte të mira, nështë kanë një kerr, nështë kanë shtëpisa, po mrena nëse janë bosh, është e kot, kur gjo ty nuk të përmbush për deri sa ti mrena je bosh. Edhe qka është më e mira se shumë njerëz, për shembull, na e vrejnë që sidomos njerëz që janë milionera mrena, janë më pak për gjona materialiste të nevojshëm të jashtme. Do më thonë se ti kur je i mushën mrena, je milioner mrena teje, atër normal që nuk je shumë i nevojshëm edhe për gjona të jashtme, se ti ashtu kështu je i përmbushëm. Po qka është ma e mjera se ti kur je i përmbushëm mrena, atër normal që kemi tërhek edhe jashtë, pa mundi. Edhe gjithmonë e kum thonë edhe e thonë vetë, nuk e thonë asnjë fjalë pa e përjetu vetë. Pa e përjetu vetë, asnjë fjalë nuk e thonë askujt. Heq, sepse unë sidomos e di shumë mirë këto frekuenca që ja u kom tregu edhe atë natë, nëse une jam një person që vetë jam në kërkeme dhe nuk i kam qato që për ja u jap juve, atër unë e di se qka i bëj vetit. Genimet, e turpi, e gjitha këto lakmia, gjitha këto gjana janë prap në këto frekuencat e ulta. Nuk muj me ta shit ty në produkt, as nuk muj ty me të thonë bane qështu, nëse unë e vetë jam qëtu. Edhe sidomos gjithçka ndjehet. Kështu që gjitha këto që për ju thom juve, me apliku një jetën e juve, janë komplet eksperiencat mija. As një gjatë tjetër. Edhe soher që kom hi, soher që kom fol, unë juve ju kom thonë,
mos e besoni mu, as mos I besoni kërkuj tjetër heq, pos vetë praktikoj. Edhe të unë ka fillu ndryshimin në qëtë mënyrë, kur kom fillu me u marrë me këtë rrugë tim, kur kom fillu me punu, kur kom fillu me janis me punu me veten, normal që kom marrë informacione, po gjithë shka vetë e kom, thjesht e kom integru në jetën teme, kur I kom po ndryshimet vetë, kur e kom po se po më ndryshon energjia jeme, kur e kom po që vërtet po më vinë sanet në jetën teme që I kom doshtë edhe që I du, se është normal që dëshira kemi duhet me pos, sepse për që ata kemi orë këtë botë, s'kemi orë me najtë me këqyrë tjertë, po kemi orë me përmbush misionin tonë, edhe thjesht kur e shef ndryshimin në jetën tonë dhe I shef të gjona, atër edhe me dasht më udhuru, se s'ki me mujtë më udhuru, pa ju tregu tjerve. Të unë është thjesht që kjo që e ndjej shumë gjithë shka me ndo me tjertë qdo experience tamen, normal masanaj prej kësoj edhe e bon, se e don, edhe normal që dikur të krijohet edhe profesion. A keni ndonjë pyetje edhe thjesht më tregoni a jeni të mujt një përmbajt sfide, se qëllimi jam ka qenë vërtet këtë sfidë ta mbajmë për 7 ditë, ta shohim pak a shumë qysh çka po ndodh në ty. Jo veç në atë botën e jashtme, po çka po ndodh në botën tonë dhe të mbrëmshme. Apo ndihesh ma I qetë, apo ndihesh ma I lirë, apo ndihesh ma, domethënë, ma shumë vetja jote, se krejt që tu është esenca, që e qësaj sfide, që ti sa ma shumë mundi I qetë me në teje, me kriju bindje të reja, me po se 7 ditë, dietë, nëse mojmë ushqimore, na humbim pish, po edhe për këto 7 ditë, dietë mentale, na mune me kriju sinapse të reja, krijojmë programe të reja, krijojmë programet kur gjë tjetër nuk janë pos vese që ju thojmë na, krijojmë vese të reja, edhe e shef që nëse ti 7 ditë vërtet nuk janë ku, ma e vetëdijshme, shumë mirë, s'ka ma mirë. Po që kjo është, thjesht mu vetëdisu. Edhe masanej është kjo, do më thonë, thjesht me kuptu që nëse 7 ditë nuk ja ke dalë mos mu anku se na as nuk e kemi idin si qorë më ngjes, e ti hapim sytë, pa as një lloj kontrole na veç qesim fjallë për gojes. Absolut nuk kemi të vedishëm. Atër normal që në mbrëmje jemi të lodhur, normal që në mbrëmje nuk kem nerva as për partner, as për fëmija. Do më thonë, jo pse jemi mrena, si jemi njerëz të mirë ose san, po është jeta qashtu, është jeta shumë dinamike, është thjesht edhe tash si kemi shumë të bëjë, se punojmë, shkojmë, takojmë njerëz na as që jemi të vetëdijshëm, edhe programe domethënë të lloj-llojshme në mënyrë komplet pa vetëdijshme. E tash në këtë kohë, nëse ti ja del 7 ditë mos me u anku, me mësu, mos mu anku, mas 7 ditëve edhe me dosht se s'ki me mujt, ose 100% që ki me reduktu. E tash ankesat, fjalët negative, normal që janë sa herë që folim negativ, normal që ti jetu e mendu një që ato, atëherë del fjala, atëherë në qëtë mënyrë na komplet e ulim energjin tonë. Para 3-4 ditëve e kom bo një pyetje, se thjesht jam të dasht me kriju edhe me bisedu, me ju tregu sa ma në detaje edhe për lirin financiare, e kom pyet për çka jeni të interesu ma shumë, për lirin financiare, për tërheqjen e partnerit, për rritjen e energjisë trupit, edhe tjetra nuk e di për çka ku. 4 pyetje I kom bo, 4 përgjigje, edhe shumica një kanë votu për liri financiare, masanej për me rrit energji. Kështu që une kur pyesin njerëzit qysh me rrit energjin, une tham ti duhesh me pyet qysh mos me lon energjin më ul, se energjia gjithmonë është nivel. Ama tamam me qëto sana që me men jemi komplet dikun tjetër, me trup jemi këto normal që bjen energjia.
që shtash ma herët, në bazë të eksperiencës teme, gjithmonë, gjithë shka po e thamë. Se vërtet, gjithmonë një jetën teme, kom qenë e lumtur, gjithmonë një jetën teme, e kom dëgju zonin teme në brendshëm. Gjithmonë një jetën teme, nuk kom lonë njerëz me mu përzi njetë. Gjithmonë jetën teme, kom qenë e guximshme. Gjithmonë jetën teme, kom guxu me nxerr fjalën teme për goje që ato që e kom dije që është e jamja. Po jo që ka që guximshme, sikur që jam tash që punoj, do më thonë me veten komplet edhe që e di që ma përpara, ndoshta kom bo diku e dikun tolerimet janë thjesht tolerim, në fakt e marrim diçka si të mirë na, por nuk është e mirë, sepse tolerimi sa që toleron ti je të punu kundër vetes. Nuk kemi nevojë me toleru, na kemi nevojë veç me qenë vetvetja, po sepse e thom çdo herë, përshëndetje Iliriane Morina. Edhe nga unë, sa herë që mos harroni se me qenë autentik, me qenë vetvetja, nuk është egoizëm, absolut hiç. Kur je vetvetja, nuk akumulohet energjia negative në ty, ti e qet që ato. Çka nuk të pëlqen ty për shembull, ti e qet. Edhe sa ma shumë që je vetvetja, aq ma shumë vetëdijsohesh, aq ma shumë e din edhe se si me komuniku me njerëzit, sepse edhe komunikimi është një diçka shumë e rëndësishme. Edhe pra thjesht veç me qenë autentik. Kur jemi autentik, pra nuk akumulohet energji negative në neve. Atëherë na hala ma të respektueshëm bohemi për tjerë. E tash dikuj që ti nuk i pëlqen, a ke autentik, as ke autentik, atëherë thjesht ata persona nuk duan fare në jetën tënde, as nuk duhesh me lodh trunin për ata. Ama kur ti je autentik, ti je shumë më i mirë dhe më i dashur për tjerë. Ti e thu mendimin tonë thjesht sepse nuk të pëlqen që ajo edhe kur gjo kërkujna. Ama në këtë mënyrë ti kur guxon me u shpreh, kur ti e thu mendimin tonë, kur ti je vetvetja, nuk ki nevojë mu bë kopje e kërkujna hiç. Këtu ti veç liron emocione. Veç liron emocione. Edhe kur ti liron emocione, ti je i pastër brenda teje. Emocionet e ndryshme, gjithmonë llogaritni kështu, ato janë bërllog. Bërllog. Sikur që e mush një thes të bërllogit, ti e mush. Tash ai thes një herë me bu me pak ndoshta me uço bërllogit dal jashtë. Njëjtë kemi edhe nga njerëzit. Tash na për shembull, mundohu më bëj mirë për dikon, mundohu më bëj mirë dikon. Ndoshta e keni përjetuar edhe ju njerëzit që mundohen më bëj mirë për dikon, po në fakt me zor, në momentin që i vjen mundësia me ja kthy shpinën gjatë i personi ka me fol keq gjithçka. Pse? Sa e dikun që atë bërllog duhet me nxjerr jashtë, që është e ndrydh pitutve, sepse nëse nuk përshtohet në ata shtit kanë më thoni keq. Apo kuptoni tash, në vend që me maj qatë bërllog, e në vend që tani me prit momentin që më shpërthy pa kontrol, atëherë për një me bu bërllog, ma mirë është qatë bërllog sa herë e ndjen që do me dalë leje lede. Leje thesin ton të postër mrena. Ri postër. Atëherë, kur je i postër mrena teje, kur nuk ki emocionet ndryshme, ti thjesht je dritë ki më bo. E qysh, ti kur je tani një njeri i pastër mrena teje, kur ti bon dritë, qysh mundesh me lëndu dikon? Kur jo? E ta shte për shembull nëse njerëzit ty quajnë të keq edhe në këtë aspekt, atëherë ata persona ty ashtu kështu nuk dojnë. Edhe këtë pjesën tjetër duhet me pranu që ka persona që thjesht nuk na dojnë. Absolut hiç. Edhe më shkyti, edhe ku më ditë se sa më dash më bëj mirë për ata, për disa persona je thjesht diçka jo e pranueshme dhe është okay, po ajo s'ka të bëjë me ty atë. Absolut hiç. Kështu që edhe kjo autenticiteti jo, do më thonë, me këtë kur jeti vetvetja jote edhe ati sa ma lete kime manifestu.
Sepse sa herë për shembull ti ndrydh emocionin tënd, e ndrydh potencialin tënd, e ndrydh kapacitetin tënd, e ndrydh ndoshta një fjalë që çajo fjalë bashkë kur duhesh me qit ti, bashkë në atë momentin kur duhet për me manifestu diçka ndoshta ti nuk guxon me thonë. A di çfarë pengesesh na I bëjmë vetit tonë, domethënë. Kështu që mos keni frikë me qenë vetvetja. Masana kjo pjesa e krahazimeve. Pse duhet mu krahazu me dikon? Pse? Kur gjithçka është okay kështu që është. Na le që krahazojmë veten tonë, pa dhe njerëz si ti shkojmë i krahazojmë. Me njerëz si ta shojmë dikon e krahazojmë me dikon, vlerësojmë krejt kohën, o ky kështu, o ajo ashtu, o ajo ashtu. Pse mos me hi thjesht në lëshimin e plot edhe me pranu njerëzit çashtu që janë. Edhe thjesht me po që është një person, edhe tash ky person është ose me programe të mira ose me programe jo të mira, kur gjë tjetër. Unë I kom shku veç disa pika të shkurta, jo shumë, që nuk e di ku jeni me vizionet e juve, me qëllimet e juve, edhe sa jeni për shembull tu I tërheq gjana që I doni, sa jeni tu I manifestu. Unë paka shumë fola, se krejt që të usane që I thash fliten për manifestimet, po jo thjesht me mendu, po mendoj diçka edhe tash të pe arri. Manifestimet pra janë punë me veten. Është përqendrim, është mos me leju tjetë, me deviju, mos mu bazu në kërkon hiq. Edhe besimi më I madh ndaj Zotit, sepse unë nuk kam qef kur me fol në emrin e Zotit, se nuk kam takon se unë jam fëmijë tina. Edhe kur flas që thom Zoti kështu, Zoti ashtu, më duket sikur kur jam ty e marr unë vetë rolin e Zotit, kurse unë s'jam askush, jam një person, jam një njerëz si çdo njeri tjetër, edhe që thjesht jam një produkt I Zotit, një fëmijë I Zotit, nuk më me fol në emrin e Tij. Amo kur besojmë aq shumë që dojmë me besu, atëherë thjesht besojmë veten. Mos bazojmë kërkon. A beson ju mu që une kur kam me mri diçka, kur kam një punë me kry, kur kam diçka, kur nuk bazona njerëzit. Kur hiq. Se momentin e di që une bazona ndikon, une jam të e humbë besimin ndaj Zotit. Kurse mu kush e mon gjallë, ty kush të mon gjallë, atë man njerëzit, atë man I lumi Zot, kërkush tjetër hiq. Për që ata hiq, sa maj madh besimin ndaj Zotit që buhet, aq ma shumë masanaj aj ty ti përqa, ti qa njerëz të duhet. Po sa ma shumë që ti kapësh për njerëzit, aj aq ma shumë ka me ti largu, sepse ma I fuqishëm sa aj nuk është kërkush hiq. Kështu që vetëm besim në harmoni plot edhe mi pranu sa në të ashtu si qënë. Edhe sa ma shumë që dorëzohem, lëshohem me besimin e thellë, me besimin rënjësor, aq ma në po që ki mundi me veten, nuk ki nevoj me luftu për kur gjo, as nuk ki nevoj me kërku me Zot gjithçka. Në besimin e plot. Pra, kur mos u bazoni me thonë, jo se që kë, jo se qaj, jo se për një maj tash pilosëm, një maj pilo, hiq, veç vet, edhe Zoti I madh, edhe gjithçka është e mundshme. Si me rrit besimin? Në fakt, une nuk besoj, ama une e di që jam e sigurt se që ato që e mendoj edhe du ka me marë. Nuk kam nevoj me besu, se sa që të besojmë, na edhe, në fakt, gjëmënisht thuhet shumë mirë, urfërtrauen. Urfërtrauen është, për shembull, na kur bim me ra me flejt në gjuhë. Okej? Ti je në gjuhë. Gjumi është pothuja si gjysë vdekje. Shpirti ashtu kështu është I lirë. Kush kujdeset për fëmarrin tonë? Edhe kush kujdeset për tronat e zemrës tonë? Kush të mon ty gjallë? Edhe tash ti kjo tjetra, besimi që vëllam. Kur shkon ti më ra me flejt në gjuhë, a shkon me besimin që diçka e madhe ka me t'nimu ty për me marrë frym edhe në gjumë, edhe për me të rejë zemra natën, apo të s'dush me mendu atë pjesë fare, ajo ndodhë.
Do më thonë, në qëtë mënyrë, na duhet më bo, do më thonë, qështu të vetëdijshëm që sarë që ki diçka në jetën tonë që donë me arrit, ose e kini projekt, ose e kini problem, edhe kërkon zgjidhje, atëherë atë zgjidhje mos beso, ose mos shpreso se ka me ndodhë, po thjesht beso i bjen në gjermanisht urvertrauen, se kur e thonë në shqip urvertrauen është diçka si është lidhet me një farë dyshim. Gjermanisht thuhet vertraue, unë zajtje 100% bevos që ka më ndodhë. Më thonë, jo veç me besu, po me qenë 100% me vetëdijshëm, po thjesht e dim. Pra njëtë është me frymaren. Na ku shkojmë ra me flajt, na thjesht e dim që natën, edhe pse ti e në gjumë, ti ki me marrë frymë. Edhe thjesht e dim se natën kur bjen gjumë, zemra jote ka me rri. Edhe pse ti flan e nuk je i vetëdijshëm. E njëjtë në çet mënyrë rritet besimi më shumë. Kur ti thjesht ki me ditë, e din se ka më ndodhur. Edhe për dëshirat për shembull që dojmë më rrinë jetën tonë. Jo thjesht me besu se do t'i mrish, po thjesht me ditë se ka më ndodhur një ditë. E qysh rritet besimi kur ti punon me veten tënde, kur punon me dyshimet e tua, kur punon me programet e tua, por gjithçka po lidhet me çet sfidën që ja kumllon me bu për 7 ditë. Thjesht me ditë. Edhe se lash gjithon qëto, komizatu, me punu vetëdijshëm me çto programet tona. Okej. Se na kur s'punojmë gjatë gjithë ditës, faleminderit Ajna, unë punon asa ma e kjartë më bo, që me kuptu thjesht, nuk jom ka du me dhonë veç një lekcion, nuk jom ka du me dhonë veç diçka teorike, po jom të dash thjesht që ju sa ma shumë me kuptu dhe me kapë. Thjesht e di që në mëngjes zgjohem dhe nesër kam punë dhe detyra tjetës dhe punë që kam i kry. Po e din edhe sidomos me ditë që çdo vendim që e merr më kon shumë e vetëdijshme. Jo veç me vepru. Se na kur nuk jemi të vetëdijshëm, domethënë sigurisht e njini këto, domethënë kjo iceberg, kjo akulli, kodra, bjeshka, si mi thonë, e akullit, okej? Në qëtë mënyrë, domethënë është krijohen këto programe të reja dhe në qëtë mënyrë funksionojmë na njerëzit. Marrin programe, edhe masane dikur kalon në automatizëm, edhe na s'kemi të vetëdijshëm hiç, thjesht veprojmë. Kur bëhem vetëdijshëm, masanena, na fillojmë që pjesën që të më marrë. Tashtit kur bëhem vetëdijshëm gjatë ditës, çdo sa më të vetëdijshëm që jemi, s'kemi nevojë çdo herë me hinë meditim. Nuk kem nevojë çdo herë me bë diçka. I vetëdijshëm për momentin e tanishëm, i vetëdijshëm për emocionin e tashëm, i vetëdijshëm për mendimin, mu vedisu ka. Po m'bjen që me besani për Zotin e madh, unë gjithë ditën në çet mënyrë funksionoj. Unë jo kam thonë se çto, se tash këto tjera i kumlona, unë i kam në shtëpinë time, dvjerta te frigoriferi. Kat enda me ja kujtu vete se kemi shumë informacione në kohën e sotme. Na jemi të bombardum prej emocioneve, prej informacioneve, prej si kem qëtë shumë informacione, faleminderit Iliriona, për si kem qëtë shumë informacione, na jemi shkëput për vetës, për si kem qëtë shumë informacione, teorike është fjolla, na nuk kemi komo me ndëgju mbrendin tonë, me ndëgju ndjenja tona, me ndëgju emocionin, me ndëgju çdo dhimbje trupit. A besoni ju mu që nuk keni nevojë me besu. Thjesht dijeni se ç'është është, edhe thjesht praktikoni vetë. Çdo dhimbje e trupit që vjen është thjesht një signal për jetës që është ka komunikon me ty. Është ka thotë që jo ose si jetu e bo qëta, ose jetu e bo qëta. Faleminderit Blendina. Është kur gjë tjetër, veç në qëtë njërë se jeta komunikon me neve. San tjetër. Amo, më po thonë, e qështë tani me thonë, jeta është e vështirë, jo jeta ashtu, njerëzit binë rolin e victims, po më dhamë qëto, po më dhamë që aty, o, zotën e kur e një njerëzit që shtu të dhomë më flokët hava më shkojnë.
Përshëndetje Majli. Sepse jeta është aq e bukur, aq perfekt, sa ide nuk e kemi. Tash për shembull ty, është ka dam njona dorë. Ajo nuk është ka dam se është e smut, po jeta është ka komunikon me ty. Thjesht me hin vetën tonë pak. Qa jo dorë do ndashni për teje, sepse nashta ki bo lëvizje jo të mira, nashta si e në energjin femrore, ose nashta nuk e në energjin mashkullore, ose nuk e të kuptu ligjën e polaritetit, o zot që është një ligjë mahnec. Duhet që do sana në njës, duhet me mësu, mës monarë të mësu, sepse na për që ta kemi orë që të botë, na kemi orë thjesht për që ta që të botë. A më po thonë pra, me që jemi qatë shumë të marrë informacion, na thjesht largohen për vetës tonë. Atëre trupi të kalzon, të hej, nale pak nashta TikTokun, nale pak Instagramin, nale Facebookin, ktheu pak për vetës tonë. Edhe mbesoni një mund jashtë doshme. Vetëm se jam në qëtë rrugtim tani. Edhe jam të mundu sa ma shumë me dalë thjesht. Me ndihmu njerëzve, nëse sinqerisht e kam, nuk e kam për famë absolut hiq, as nuk e kam për emën, as për kurgjo, po thjesht pse mës mi ndryshru jetën disa njerëzve. Pse ka njerëz, ndoshta që sa herë i kanë mendimet për vetvrasje. Sa herë për shembull ndëgjojmë që ja mori ky vetën jetës, bon probleme familjar, bon kështu bon. Pse? Është krejt mungese shtyre informacioneve. Na informacione kemi pa numër ta, po informacione tilla du në pas shumë a shumë. Si une, si ju, kush jeni ty në dëgju që ta ashtu, që ato që e dini, pse mës mja dhon dikuj tjetër? Pse mës mja kalzu dikuj tjetër? Mentor, për mu nuk është kur gjë tjetër pos ndimës, po i ndihmon dikuj tjetër me uni ma mirë emocionalisht. Po i ndihmon dikuj tjetër me dalë prej krizës. Po e ndihmon një fukaras, jo me prit mja shtri dorën çdo herë dikujna me dalë me ly për rrugës, a më jep 5 centa, më jep 10 centa, më jep 1 euro. Po i tregon dikuj me marru shtëpinë vet. Me diçish me punu vet, sepse është ajo ligji i dhonjes edhe i marrjes, ato që ki me dhon, ato që ki me marr. Po normal me bud me dashuri, se pa dashuri vetëm me zor nuk duhesh me bo asnjë gjë. Thjesht me dashuri. Çka të bësh me dashuri? Edhe nuk ka gjë më pjesë se sa me ndihmu dikuj me dalë për krizave, sepse kemi nevojë. Na nuk kem nevojë për video veç luksoze, na nuk kem nevojë veç për garderoba të bukura, na nuk kem nevojë veç për stilet jashtëm, na kem nevojë për një stil të jetës të brendshëm të shëndetshëm. Nuk kem nevojë veç për modë, nuk kem nevojë veç për bukuri, se njerëzit janë të identifikuar në kohën e sotme vetëm me pamjet të jashtme. Dukna unë e bukur, dukna unë që kam stil, dukna unë e modern, dukna unë t'ja unë e maj pari, t'ja unë e maj miri. Pse? Sepse këtë janë ego. Ego i donë qëtu. Kjo është vetëm një pjesë e egos. Shpirti jot, edhe thelbi jot, ai as nuk rehazohet me kërkon, as nuk do me qenë maj miri, as nuk do me qenë maj pari, as nuk do me qenë me stil tjetës, t'jashtën të mirë, as me kur gjo. Njëzdashëm. Une, vajzën e vllaut, mesën teme, e kum humbë në moshën 15 vjeqare. Edhe vajza e vllaut tem është e vorosne këtu, jo largë me je. Kur nuk më ka bu përshtypje shumë pamja jashtme. Normal që na duhet me mirëmbajt trupin tonë, normal që na duhet me kujdes për veten tonë, po kur nuk duhet me dalë për vetës tonë. E krejt shumica këtyre njerëzve që duan me qenë maj mirë, që duan me duk më zbukur, që duan me qenë maj mirë se rrethi. A dini ajo konga që është këshyni shoqe që ka rritur nona ma e mira ndër shoqe, ç'është është ajo konga? A dini sa kure vlerëson mirë këtë kongë, a dini sa është e dëmshme kjo kongë? Sepse kjo nxit konkurrencë mes vajzave. Pse me nxit aty konkurrencë? Qëni shoqe që ka rritur nona, ma e mira ndër shoqe. A ç'është ajo konga?
veç egoja thot edhe unë. Po, për Zotin e madh, veç ego. Nëse do në arrit diçka, arrit, është okej, sepse edhe për çata kemi orë, për me ekspanzu çdo herë, për me kriju diçka të re, po jo me ego, por thjesht me dashuri, sepse shpirti jote ndjen, sepse vetja jote e vërtetë ndjen, sepse e bën nga dashuria, jo nga konkurenca dhe jo nga ego, pa e lëndu askon. Na mundem gjithçka me arrit në jetën tonë, sa më shumë që jemi dashuri, sa më shumë që jemi vetvetja, sa më shumë që konkurrojmë pak me ata tjerët. Absolut, nuk kemi nevojë. Edhe që ju thash, unë e kom humbur vajzën e vllat me moshën 15 vjeçare. Edhe shumë shpesh shkoj me vizitu tek burri i asaj. A e dini sa shumë reflektoj? Trupi janë është vetëm një uniform tokës, as një gjë tjetër. Mirë mbaje është okej, por jo me dal unë kishja më e miri ku ta djone se çka. Kaq, na vetëm kem nevojë me u vedisu. Kur vedisohesh, ti bëhesh dritë. Kur dukesh mirë mrena, ti ki me reflektu edhe jashtë ato. Amo, ti ki me u dukt mirë sepse e ndjeqesh ose sepse ndihesh mirë, po jo duke shtyme tjetër. Absolut hiq. Kur? Edhe na jemi kalimtar në këtë botë. Nuk kemi ardhur me rrojnë përgjithshme. Kështu që thjesht bazon veten tënde, beson veten tënde, beso ndaj atij që t'ka krijuar, t'ka sjellë në këtë botë, ti ki gjithçka. E gjithçka që të ndodh, thjesht është ka të ndodh ty me të ndihmu për me kalu një nivel më lart, sepse une kur e shoh edhe e shiqoj jetën time mbrapa. Gjithçka që më ka ndodhur deri ditën e sotme, deri në këtë moment ka ndodhur me një arsye. Si për mirë, si për keq. E tani kur mendoj mbrapa në kohën time, sa gjëra negative që më kanë ndodhur, për shembull, pse? Sepse mungesa e vedijes. Na gjithmonë duhet me qenë për ullur ndaj Zotit. Gjithmonë, kur nuk duhesh me mendu, sepse ta shumë njerëz mendojnë se unë me energji, muj me manifestu, muj me bukton, po ti mundesh, na kemi shumë ndikim, normal, shumë, ama është gjithmonë dikush më i fuqishëm se na, që vendos për ty. Po sa më i vetëdijshëm që bësh, sa më optimist që je brenda vetes, sa më shumë që e ke besimin ama pra shohesh, aq më i mbrojtur je, sepse çu thash, jeta gjithmonë ka me komuniku me ty. Ligji i polaritetit që thash edhe më herët është diçka e mahnitshme. Edhe nuk ka më mirë se me kuptu për këto rregulla, sepse edhe në shtëpi ka rregulla, edhe në shkolla ka rregulla, edhe jeta ka rregulla. E na thjesht për detyrë kemi me u vedisu. Jo me u krahazu me tjerë, jo me ushty me tjerë, jo kush ka stil më të mirë. Na e kemi për detyrë këtë jetë thjesht me punu me veten tonë, me u vedisu. Puno non-stop me veten, edhe sheh ndryshimin jetën tënde. E sheh vetë ndryshimin jetën tënde. Sot e takova një dikon që e njoh, edhe gruaja ati ka qenë vërtet një kohë jo mirë, jo me shëndet, me punë jo mirë, me shumë gjëra të tjera, sepse në këtë mënyrë pra është jeta me neve, në bazë vetdijes tonë. Sa më i vetdijshëm, aq më në rregull jeta. Sa më i pavetdijshëm, aq më shumë sfida kemi pas. Sfida kemi me pas gjithmonë jetën. Po sa më afër vetes që je, aq më shumë e kupton se pse po të vinë sfidat. Sa më shumë që i pranon sfidat, je i hapur për to, aq më të lehta bëhen edhe aq më shumë rrallohen sfidat. Edhe po tregon për, domethënë, ai person po tregon për gruan e vet, ta është e pabesueshme se sa ka ndryshuar. Është e pabesueshme se sa mirë ndihet tani ka një vend punës të mirë, tani me shëndet është shumë e mirë. Pra na kemi normal që kemi shumë çka ndodh. Po marr parasysh që thash na duhet me qenë gjithmonë për ulur ndaj Zotit, ama
Nuk do të edhe me thonë tash të ja vallave Zoti i madh dhe unë s'po bëj kur gjë. Jo. Durt ti ka dhon aj, kom ti ka dhon aj, gojen ta ka dhon aj, sy ti ka dhon aj, vesh ti ka dhon aj, tash ti duhet me qitë përdorim këtu. Mu më pëlqen shumë të Zvicran, shumë më pëlqen, sepse ta janë vërtet njerëz punëtorë dhe janë shumë preciz. Edhe e na shqiptarët jemi pak ma demila, na kem qenë me na orë sa pak ma ngatshme. Sanet vinë gatshme, a mu duesh pak me punu me veten ma shumë. Kaq. Në fakt është gjithçka shumë e thjesht, amo që nuk është lehtë me praktiku. Tani, mos sa ma shumë bani çka ju pëlqen, sa ma shumë përqendroni te ajo çka ju pëlqen. Jo me zër, se me zër veç keni me humbë energji. Sikur makines që ti benzin që nuk që s'është i përshtatshëm për ato, ai dikur shkon disa kilometra, ndashta 10 kilometra nuk çon, edhe bllokohet. Edhe tani njerëzit është kështu. Gjithmonë pra me kuptu, shumë është mirë me kuptu se kur është ka të flet ego, kur është ka të flet energjia jote, shpirti jot. Tani është shumë mirë me integru hijet, ato që nuk të pëlqen me bo, duhesh me hi bashkë në për qato, për me mujt me arrit një sukses. Se e keni vrejt nashta ata që merren me fitness, unë personalisht nuk merrem shumë me fitness, sepse ndoshta edhe unë gjej një justifikim, ndoshta nuk e ndjej njëherë, jam shumë e kënaqur ashtu me veten, energji kam të mjaftueshme. Energji bile kom shumë, që tham ka njerë me pas konë, s'di pse s'u ndalin kratë, sepse vërtet jam energjik shumë. Amo e keni po për shembull kjo pjesa e integrimit hijeve. Na njerëzit dojnë me na ndodh vetë gjëra të mira. Gjithmonë me bo me na ndodh diçka që nuk na pëlqen, me njëherë na kap shtresi, na kap nervoza. Që kjo është ligji i polaritetit, që na duhet me pranu si të mirën si të keqen. Na për shembull e pranojmë ditën, po s'kem qore pa e pranu dhe natën, që tash është bo natë. Unë nuk munda me rezistu natës, as ti as unë as kërkush hiq. Faleminderit Enkelida. Nata vjen, edhe sfidat janë pjesë tjetës. Sa do që doken të këqija për ty e të rona për ty. Pa mësu me pranu edhe qëto sfida, nuk ka veç mirë. Nuk ka. E tash për shembull që kesh të thonë, për me mri sukses, na njerëzit e paramendojmë suksesin qështu drejt. Okej, na e paramendojmë suksesin veç një vit drejt. Amo, suksesi është qështu. Dush me anis dikon poshtë, dikon ngritesh nalt, dikon bjen poshtë, dikon ngritesh nalt. Traunat e zemrës. Kur traunat e zemrës bohen kështu, atëherë ti qau, u kry misionit, përderisa jo gjallë, është gjithçka cik-cak. Po kur edhe tash të tjeta gjithmonë ty ka me të provu, okej? Ka me qitë nalt njëherë, e tani qëtu kur t'jesh që të pikështu, mos u rrit menja. E qëta bojnë shumë njerëz gabimin e madh që kush jam bone, edhe hyp qëtu që. Edhe tash të zotit ty nuk veç të këshyr, se që shi karagon e ta e një qyme edhe bjen qëtu. Tash kur bish qëtu, prap ti ki mu testu. Aje ka njesh keq, aje ka e pranon edhe qëto qëtu. Tash më varë keq është e pranon ti qëto qëtope. Nëse je edhe, atini kur thuhet, kur janë njerëz ma të fortit njerëz, janë ata që kur janë qëtë piken qëtu, në qëtë pikë qëtu, edhe që atëherë janë gjeni me qenë falendërus. E sa për neve vërtet jemi, që mune me konë falendërus kur t'jemi në qëtë gjendje. A në fakt që to, ti mundesh me kryu mas shumë ti. Kur ti e ka përcen qëtë test, ti mundesh me shku qëtu natë. Me njëherë. Edhe tashtit kur je qëtu, edhe prap je haloma falendërus. Nuk rritesh menje që thojmë na shqiptarët, sepse na shqiptarët e kemë sanot. Po e thomë na shqiptarët, vjen shumë keq, ama është realiteti. Krejt e din që to. Se unë jetoj në Zvicër që sa vite e njof nacionalitetit ndryshme. Po folje për shqiptarë, se me shqiptarë ka ma shumë punë, edhe pse jetoj këtu. Amo na pak me mëri diçka nuk shohim, nuk njohim na më kugjo, se ku me di si çka kemi bo.
Tash, nëse ti je i vetëdijshëm vërtet, edhe kem rri qëtu, je shumë nalt. E kur je qëtu, nuk i shef tjertë poshtë, po i shef tjertë drejt me ty, o shumë e mundshme nëse ti prej qëtu të keme mund me ka përcy qëtu. Okej? Që ka që është? Pra, gjithmonë, jeta është qështu. Kur të vdesim, ka mu bu qështu. E nuk ka pra rrugë drejt qështu, harrajeni, qëtu është qështu. A besoni ju mu që në kur zgjohem më ngjes. Kur zgjohem më ngjes, unë jam e gatshme me ra qëtu poshtë, hiç s'e kam problem. Edhe pse unë punoj me veten, edhe unë kam sfida, po i kam sfidat shumë atleta se ma përpara. Shumë atleta. Edhe kur jam e gatshme me prit qëtë sfidë qëtu, për Zotin e madh. Se ju thashë ta më herët. Nuk tham as një fjallë, nuk del prej gojës tame nëse se kom përjetu për veti. Vjen një sfidë qëtu, edhe qëtu jam falenderuse, edhe veç e pys veten edhe Zotin e madh, tham, a thumë Zot, çfarë leksioni e ka do me ndo me mu? Çka je ka do me kriju prej meje? Edhe a e dini sa li e zgjidhe gjithë shka? Është e pa besueshme. Ose nuk ka mu as një reagim ndaj sfidës, ose më vinë momentin e duhur njerëz të duhur, ose nuk e keni idenë sa gjanat i kom manifestu kove të fundit. Nuk është manifestim veç me marru një shtëpi, ose me ble një kerë, ose më shkon pushim. Po manifestim është për mu me kalu ditën me lehtësi, me një energji shumë pozitive, me taku njerëz të mirë, me pas eksperienca të mira ndaj ditës tonë. Që për Zotin e madh, bash një ditë po i thom vajzës time, nuk e majnë mend kur kom taku njerëz negativ. Edhe nëse më shfaqet një njeri negativ, që ndoshta muna me reagu, me njerë ja boj vetit pyetjen pse reagova ashtu dhe pse merr ky person jetë. Sepse prej si punoj, fill me veten time, nuk ka ditë që nuk është më e mirë se tjetra. Dje nuk kom hin në live, sepse e kom pas një ditë mjaft intenzive, po për Zotin e madh, intenzive për të mirë. Edhe normale, edhe kjo në lodhën mbrami, është shumë normale. Po me u lodh, me të mirë, nuk ka gjë më të mirë. Prap sot ashtu, një ditë fantastike. Pse? Sepse unë kur qona në mëngjes, përgatitna për qëto. Përgatitna, edhe kur përgatit ju për qëto. Është e pa mundshme mës me kalu gjithë shka ma letë. Gjithë shka kalon ma letë. E kur nuk mundesh me menagju qëto, kur qëto e nin vetën në krizë, atëherë thu pse, atëherë kur ti qëto, një e shkeq, mi mra ma lindita, a je ma mirë? Se ora atë natë të forë të mendu që me një lindit tjetër, po ti nuk ke qenë bashkë shpresoj se tani je mirë, a përshë që s'ko marru? Pra, qëto na testuhem, okej? Qëto testuhem. Edhe kur ti esh qëtu, nëse qëtu ja del me qenë falenderus, bën nervoz për shembull, sikur kur shtama herë më ka bërë nervoz djali. Jo shumë i sigurt se je ma mirë shqyqyre, po normal që ki me qenë ma mirë, se veç kalusi janë, kretë të gjane janë kaluse. Gjithashtu shpirti. Okej, s'kuptova. Feride. Përshëndet shumë. Ati ko këtë i thonë rezortës. Okej. Pra, sa prej neve ja dalim me qenë edhe këtu falenderus, e thuhet njerëzit më të fort që janë, nuk janë ata që bën të fort kur duhet me qenë ndoshta i lig, po është i fort në qatë gjendje, është në gjendje më falenderu. Sa do për shembull ti do këtë diçka e vështirë, sa do që ti të ballafaqu me sfida, sa do që ka do që qovë, është në gjendje edhe që aty me qenë falenderus. Kur na jemi falenderus, gjithçka ndryshon rreth neve, gjithçka ndryshon. Po jo veç njerë me thonë faleminderit edhe u kry, faleminderit për gjithçka. Çdo njeri që të shfaqet jetën tonde, edhe për ata që s'dojnë hiq,
edhe për ata që të nervozojnë, edhe për ata që janë kundër teje, falenderoni me shpirtin e juve. Unë për veti, ma shumë jam falenderuese ndaj atyre që nuk më dojnë, sepse ndaj atyre që më dojnë. A dini pse? Sepse ata që nuk dojnë ty, kanë krejkon mendjen të ti. Edhe janë kundër teje. E gjitha jo kundër, a dini sa energji duhet me pas me qenë kundër dikuj? E krejt që ajo energji. Nëse unë jam tashti kundër juve, unë krejt fokusin e kam të ju. Që ajo energji vjen të une. E kështu që shumë falenderit atyne që janë kundër meje, sepse e di që mu kjo veç më qama për para. Edhe kjo është një leqë. është energetikisht gjithçka. Edhe përderisa na nuk mësojmë me e besu të padukshmen, jo me besu, po me ditë që është këtu, se sa është e thonë me besu, më doke që jam të dyshu diçka, po jo me besu, po thjesht me ditë sigur që është këtu. Edhe nuk ka kush qelu. Edhe ju thash më herë, s'keni nevojë me besu më. Asnjë fjalë mos ma besoni. Thjesht praktikoni vetë, edhe këqyrni. Okej, a keni ndonjë pyetje? Unë sonte atë kom folë për manifestimin pak a shumë, po qëre kur po thonë manifestim, mos e merrni diçka fjalën manifestim sinqerisht e kam se manifestimi në bazë informacioneve që i ku marrun edhe në bazë të rritit pak a shumë disa persona që i njoft që i ku po manifestimi ka qitë në depresion, sepse të i mendu që unë tash meditoj edhe i boj disa thjesht punoj me vetin pak a shumë i manifestoj sanet. Jo njerëz dashun. Manifestim, a e dini çka do më thonë fjala pikrisht manifestim? A e dini çka do më thonë fjala manifestim? Hajtë ma thoni, ma shkruani pa qështu. Thjesht po du me ditë për juve. Edhe nëse do ndikush me hi me mu sonte live, lirisht hini live. Edhe thjesht shpërndone na eksperiencë t'juve, na historit vogël frymëzuese nuk ka rëndësi. Thjesht mundi me hi nëse doni. Ose dikush nëse don me kalu një blokadë, sepse blokada ma e madhe e njerëzve është me dalë me folë para dikuj. Ma e madhe është, sepse kem frikë nga ignorimi, se mos po na ignorojnë tjertë, ose mos po na proqeshin tjertë, sepse është pjesë e egos, kështu që për mi thy blokadat është mas mirit, me dalë. Me kalu në për blokada, na vetëm këtë mënyrë transformohem. Sa mirë e ke thënë, e për tjetë kështu është, po duhet të punoj me vetën se tjetë nuk ndër. Kur. Për shambull, që ta shtet ju, ndëgjoni mu, mas live-it, ju jeni, ku jeni tash, që aty ullur. Unë tash nuk muj marë me tonë, re ullën e ndën karrik, ose nuk muj marë me tonë, që u tash të shko, bjerë në dhomën e gjumit. Ti dush me vendosë. Ti, që tash për shambull, unë jam qështu ullën. Okej? Unë duhet me vendosë vetë. Shka do dhe mësu unë duhet me vendosë, apo du me në heqë të gjithë natën, apo du me qu, me shku dikon, me ndryshu diçka. Me shku me ra me flajt në dhomën e gjumit. Apo du me shku në kuzhinë, apo du me shku në banjo me i pastru dhomët. Kush e bon këta për ty? Kërkush heq. Do më thonë, gjithë shka dush me vothi është vetë me vedije. Edhe që ju pyta, manifestim, a e dini çka do më thonë fjala manifestim? Po nik Selvije, falenderit shumë që ndonë me ne, e bëjmë me knasin më të madhe për Zotin e madh, pa asnjë lloj pritshmërie, edhe nuk e më intereson bash hiç. A ma din dikush, as ma din dikush. A dhe am shojnë, am levdojnë, a qka për mu, kjo nuk hin në gjep, absolut hiç. Unë e thjesht po du me ndo që ato që më ka bo mirë mu, pse mos me ndo me njerëzit. Sepse e dini që kur shkojnë Kosovë, edhe në Shqipëri, kur vinë njerëzit, mas gjatin dore me lypin 5 cent për Zotin e madh, zemra do më muqo. Nuk e keni idenë për Zotin e madh. Unë kur shkoj në për këto vende, edhe sidomos kur t'ja u shoh fëmijën në dorë që janë të lyp, unë i iki. Edhe muj me thonë, sinqerisht e kom nuk e di sa pare t'i jepin që të mënyrë, se s'muj mu duru. Kom në dëgju
gjona ndryshme që thojnë janë të lidhur me grupe të ndryshme, janë kështu ashtu, po më dhimen këta njerëzi. Edhe mdhime sepse janë viktima, sepse s'kan vedije. E pse mos shpërndoj ma shumë vedije? Duhet me shpërndoj ma vedije. Duhet me dalë ma shumë qështu. Kur dikush po arrit miliona suksese me budallakina, pse more mos me arrit na me dije, me vetë dije, të dash me ndriçu mendjen dikujna. Çka ka më të mirë? Jo veç unë, po krejt dilni folin, krejt. Kam dëshirë me na spjegu mirë të manifestimin. Manifestimi është shka ti ke imagjinu dhe don diçka në jetë, e të shfaqet ashtu në jetë. Po kur je në harmoni me veten dhe familjen, për mrekulli faleminderit Zotit, por dëshiron më shumë gjona materiale si të manifestoj me lehtë dhe në mënyra të drejtë. Faleminderit. Unë e thom gjithmonë manifestimet e jashtme, qëre, manifestim. Do me thonë, mani është me majt ndorë fest. Fest halten. Me majt, me shtrëngu, i bjen në këtë kuptimin. Shqip është gjithë më vështirë me spjegue. Mani është dora, fest është me majt. Do me thonë, ti manifeston vetëm kur din me menaxhu mbrëndin tënde. Mbrendia jote është ajo, të më thonë, me majt në dorë, i bjen me kap, po, me kap vetën tënde, me majt vetën tënde, me dit ti për vetën tënde, me menaxhu vetën tënde, me u bo mjeshtër, inxhinier i mbrëndis tënde, inner engineering, i thojnë anglisht, të më thonë, bo inxhinier i vetës tënde. Kur ti bosh inxhinier i vetës tënde, të më thonë, komplet e kupton ç'është funksionon struktura jote. Din pra ç'është me, tash për shembull këtu që e kam, din ç'është me menaxhu, si me qenë me paqe, din ç'është është lumturia, e din çka do të thonë me fal, e din, do të thonë, nëse po ja filloj me këto nivelet më të ulta. Është turpi, është përullësia, është faji, është shkatërimi, është apatia, është palumturia që i kemi në mënyrën e vetëdijshme. Tani është ajo dyshimi, është frika, është kërkesa që bojmë. Tani është hidhrimi, është urrejtja, është krenaria, është gjitha këto. Nëse nuk din që tu mi menaxhu, atëherë ti nuk mundesh me qenë fushat e jetës i lumtur. Atëherë, më varet në cilën pik ti je ma shumë ku është blokada ma e madhe, atëherë ti që ato veç jetu i kriju ma shumë. Ta shti sot do me dasht gjithçka, kur ti nuk din që tonë, që tu ndjenja, që inner engineering me menaxhu, është e kot, ti sot do me dasht, se kjo ligji tërheqjes nuk është të spjegume kjo ardë. Ligji tërheqjes nuk është çka don ti me marr. Ligji tërheqjes është thjesht ti me punu me veten tonë. Me komplet sistemin tonë. Komplet. Mu bo inxhinier pra i vetës tonë, i jetës tonë. Atëherë ti nuk ki nevoj mu me lyp dishka. Nuk ki nevoj me lyp dishka. Si ki krejt, ti veç i posedon krejt. E kur i posedon ti krejt, atëherë për Zotin e madh nuk ka kush që të nol. Kur ti buhesh inxhinier i vetës tënde, nuk ka kush që të nol mu. Nuk ka kush që të nol mu. Pos limitet e tua, do më thonë që janë ende aty mbranda teje veç ato të nolet. As një gjotë tjetër. Ama, nuk është jo unë tash po du me tërheq që to jo. Do më thonë është që kjo struktura psikologjike që krijohet një muri. Pe programe normal që i ke marrë deri sot. Edhe për deri sa ti nuk e shkatron këtë mur, derisa nuk e shkatron këtë muri, unë për që ta këndosh me bo këtë sfidën 7 ditore, tash ti nuk e di se sa ju jeni vërtet ju mirë mbajt kësena, por nuk është hajgare, as nuk këndosh me bo për asnjë gjë tjetër, thjesht që ju me kuptu
me shkatru qëtë murin që është me plot limite. Edhe, kur e shkatroni qëtë murin qëto, atëherë ju kalonin qëto. Atëherë, kur e kupton qëto, kështu duket shumë e thjeshtë. Amo para mendoje ti tash për shembull jenë një proces, ku do me ditë se në cilën fushë je këtu, në cilën nivel je, ku do me ditë. E që kjo është manifestim, ku gjë tjetër. Nuk është manifestimi më ullë, me shkru, ti shkruun, e bon krejt, apo tani dush më bua dhe inxhinjeri që saj. E tash kur i bon ti tana, kush ka më të nërë ty, këtë fushëq, se që të fuqi e ki. Si me i vendosë fëmijëve rregulla në shtëpi në çdo aspekt. Unë e thonë, fëmija, unë i kom fëmijët e mi, edhe mos mi ja u shkatru natyren fëmijëve. Absolut mos me ja u shkatru rregullat në shtëpi janë shumë dëmshme. E nëse vendos rregulla, mi bua ato rregulla që mos me u kriju presion fëmijëve, po thjesht nëse i bon ato rregulla, mi bo dhe për veti. Edhe ti vetë mi mbajt rregulla. Për shembull, vajza ime e vogla nuk ka qesh me i pastru dhëmt e urren, sepse sa i dorë më shumë me i pastru dhëmt, i vjen me vjell. Edhe tash tone ja boj pak si me humor, edhe ja kom ble special një karrik që me i pëlqy edhe karrika, mu ull aty, njëjtën kohë i pastroj edhe unë me ato, me bu si me humor. Se kur i thamë për shemë, bone, i bërtas, atëherë a i zdon hiq. Fëmija, që thojmë na për shemë, fëmija është si kingji, se dhja e përdorni ju këtë fjole ju, apo na e folim për shemë, fëmija është krejt tjetër dimenzion. Fëmija edhe kofsha e ndjen dashurinë e tjetrit automatikisht, sepse ata janë tjera dimenzione. Ata janë një energji e pastër. Te fëmija nuk është kriju ky muri, alo, për që ata shumë bre duhet me qenë suksesshëm, shumë ekstrem. Sot e takova prap një prind me vajzën e ti. Vajza e tina 5 vjeç. Edhe i hini një therrë në dorë. Ty ngajt i hini një therrë në dorë. Ata, a ka ma mirë se me pa fëmin të jetu, s'ka ma mirë, hini therrë në dorë. Edhe thash haditi teta ta heki ka dole, pa jo ka tuta e madhe, edhe nuk e shoh rralla të mi, shkoj. Edhe tani ky babi vetë ja ku i tha, ama që atë jeshta ose ko me ta këput. Edhe veç aku, mos i thuj ashtu, se o zot nuk i kini idenë, se po flas prap në bas të eksperiencës punës që po bëj edhe me hipnozë, a e dini si qëro në thamë, okej, ne nuk duhet bashkë mu qmenë për frikës, po nëse na i hem mundë me konë pa kontrol me folë me thmin ju bashkë mirë, po mësa ne i mundësh me korrigju që ato me thonë, okej, reagova që shtu se dhe unë jam njërë edhe për që të arsye reagova që të mirë, me komuniku, sa ma shumë me komuniku, po mos me jash katru natyren fëmis. Edhe që thasht fëmija është në tjetër dimenzion, a je ndjen, a je din se kur për shamull jetu e kuptu edhe kur si jetu e kuptu. E mos me shkatru qatë natyrë. Qa të bëjsh, bon paralel me to. S'po donë që tash me zorë, për shemull, kur i qojnë fëmin me flajt me zorë në dhoma, dini sa e keqe është kjo për fëmin. Shumë është e keqe. Para me ndoni juve, mi ushti me flajt me zorë në gjumë. Atë merë gjumi, s'të merë, bashkë atë herë të kap një presion i madh. Edhe kjo ndodhë dhe të one, për shemull, që vajza jeme tjetra, shpesh, nuk e merë gjumi, sepse është gjumi mundet mos me të marë, ose pej mendimeve të tepërta, ose sepse ke shumë energji në trupin tonë edhe nuk ki nevojë për shumë gjumë. Se unë e vrej edhe to të vetja, kur ka në ditë që jam e ekstrem energji, nuk e merë gjumi, nuk kam nevojë për shumë gjumë. Atë pse duhet me shti dikosh me vlejt, me zorë. E tash na për shembull për shkak qefit tonë se dojmë me qenë ma të lirë, i shtim thmin me shku me flajt me zorë. E tash për shembull të vajza jemi që thash ndodhë ndër një natë, thot e shoh që se merë gjumë, i thëmë, okej, qu rri pak qut.
Shko në lo, më najt pak, quhet 5 minuta, ndoshta 10 minuta nëse ka nevojë, ama unë nuk qona. E lo, thëm, ti shko rre. Edhe për zotin, ma 5 minuta, 10 minuta, nuk rren ma shumë, si kthehet prapë në shtat me njëre me gjumit. Sepse nuk i krijoj presion. Gjithçka që krijohet presion, gjithçka që krijojmë presion, si të fëmijët, si të mëdhajt, a keni ndih atë fjalën që thonë bashku shtin me zor bashkë atëherë se don. Sepse është një emocion që shtypet edhe energji si krijojmë presion. Unë e kam bërë sfidën, por prap kam fol në fjalë. Ani është normal se na nuk mundem so vite, për shembull ke fol ndryshe e tash për një javë me ndryshu komplet nuk mundesh, është krejt normale. Okej, njerëz dashur, unë më shumë e kam problemin me televizorin dhe telefonin dhe pak momin, por një orë i shkon e 2 dhe ngrej zonin pastaj. Edhe nisan më se harroni. Fëmijët kanë shumë nevojë për dashuri emocionale. Shumë. Edhe to po e them sepse e kam provu vetë. Unë i kam 4 fëmijë, kam përvojë mjaft edhe në këtë fushë me 4 fëmijë. E kom vrejt që ndonjë ditë që kam qenë më shumë ndoshta e ngarkume me punët e mia dhe kom pas më pak kohë të lirë për fëmijët e mi, e kom vrejt që në mbrome nuk i ka marrë gjumi. Për që të arsye, sepse nuk kom mujt mrena asaj dite me i dhonë dashuri emocionale mjaftueshëm. Fëmijët dojnë thjesht dashuri emocionale. Edhe tani nëse ata shkojnë mbrome flajt, edhe nuk e kanë marrë çat dashuri, sepse na jemi energji për ata. Edhe mos harroni se fëmia nuk e din sidomos deri në moshën 7 vjeçare, ata nuk e din çka do të thonë Zoti. Ai e shef prindin sikur Zot. Edhe prindi ka shumë vlerë të madhe për fëmijët. Tash për shembull është fëmia dojnë mbrojtje, dojnë siguri. Edhe nëse mbrana ditës na nuk kemi mujt mi u dhon dashuri emocionale atyne, ata nuk ndin siguri edhe nuk e ndin veten mbrojtën. Edhe tani kur shkojnë me flajt, domethënë nuk e kanë atë boshllëkun këtu të mbushur. Edhe thjesht çka mundeni edhe këtu me po, me marr kohë për ta, me i marr, me i përqafu, me ndje edhe afërsinë tonë sa më shumë. Prekjet, ndoshta 5 minuta hiç nuk kanë nevojë më tepër, edhe ju keni me vrejt vetë se ai fëmijë ndihet më i qetë edhe më i lehtë. Edhe në fakt gjithçka është me komuniku sidomos me ta, me qenë vërtet shumë kujdesshëm fjalë që i foli me ta. Shumë, sepse na mendojmë që janë fëmijë edhe nuk dinë, po ata dinë shumë më shumë se sa na. Okej, u bora 10. Në fakt, unë doshta me bo një meditim sonte, një hipnoz, jo meditim, për me pa veten e juve në të ardhmen, për me pa veten e juve të re, sepse vetja e juve re 100% ekziston dikon, po për shkak të limiteve të juve që i keni tani, ju nuk mundeni me u transformu, me u bo vetja jote e re që po do me bo. Po bo shumë bon, e bojmë nesër. Po vërtet, nëse neve si prind nuk... Po, për shembull edhe na nëse e kemi pas një ditë vështirë edhe nëse dikush nuk na i ka dhënë ato që kemi kërkuar, ndoshta që kemi pas nevojë gjatë ditës, në mbrëmje asna nuk njeh mirë, asna nuk kemi as të përmbushur shpejtësisht. Okej, pra, e lojmë për nesër hipnozën për nuk po thon për manifestim, po thjesht me nesër në mbrëmje e bojmë, e shohim veten tonë të ardhshëm, sepse vetja jonë e kaluar, vetja jonë e tashme dhe vetja jonë e ardhshme krijojnë realitetin tonë. Kështu që e bojmë nesër. No, beje të lutem hipnozën, është bo shumë vonë. 10:15 dikush sigurisht nesër punon, duhet më u quaj herët ndoshta. Mos që lopa gjomë, kështu që janë nesër, me kismet nesër e bojmë qatë hipnozë, edhe është vërtet
mjaft e fuqishme. Mjaft. Sepse realitetin e juve që jeni të e kriju që tash, jeni të e krijuar me veten e juve të kalume, e kështu që talojmë veten tonë, vjetër mbrapa ledesa jo. Edhe thjesht punoj me veten tonë tashme. Kur bëj hipnozat, seanca individuale, kjo vetja jone e arshme ndihmon pa mos. Nesër, Lene, po na me gjumi me njerë mas 3 minuta. Okej, nesër nuk kam e fol shumë, si ti, në live kemi me bo hipnozën. E nëse flas shumë, atër më thoni, thuj, fiqërit lutna, ta bojmë hipnozën edhe mos ta fol shumë. A unë nuk di ndryshe për Zotin e Madh. Foli shumë. E pranoj, edhe e du që pjesë që foli shumë. Pse ju? Okej. Nësa ora nesër kismet në ora 9 sikur sot. Do të takohemi. E që ju thash, nëse flas shumë, më thoni stop. Edhe për ndryshe vërtet e boj me njerë se a jemi ty po gjdo natë të shku live 1 orë gjysë gati, o Zoti madh, unë normal du vetëm 1 orë. Bënjak, po. Okej, ju dëshiroj një gjumë sa ma tomel, edhe apre për ju thamë, transformohuni edhe punoni me veten, edhe krejt bota në koftë, kundër jush, mos u nalni. Sepse gjithmonë njerëzit që ju shohin, kur transformohen e ju, normal që s'keni më ju përshtatje aty në tjerëve. E kur s'ju përshtatje aty në tjerëve, atyne ju i kop tuta se po t'hup. Edhe tash e qatë mënyra ata reagojnë që s'dojnë me të përkra, edhe që shtash ma herët, nuk ka nevojë me të përkra kërkosh hiq. E ke Zotin me veti. E ke veten tonë me veti, kaq, mjafta. Faleminderit shumë fiqëri për çdo këshillë dhe vlerësoj shumë çdo fjalë të bukur që ke thënë. Faleminderit edhe juve. E ju uroj një mbrëmje shumë të mirë, gjumë shumë të rehatshëm, edhe që ju tregova brightness është vërtet një foli ku ju aty mundi me gjithçka. Gjatë ditës, kur keni nevojë, ju keni nevojë për një meditim, keni nevojë për hipnozë, është edhe Vjosa me programet e asaj, jom edhe une, keni gjithçka. Bani, kur mos e mendoni, as mos keni frikë se po pasurohet tjetri. Se e di që të shumë njerëz ndoshta ego i thot leje se kjo ka për interesin e vetë, s'po do më pasuru për vetje komedisë se çka. Ego gjithmonë kërkon diçka ankesa. Kështu që nuk është për ata njerëz dashur, po është se po dojmë u rrit bashku. E që shtash ma heret, na po shohim njerëz që po arrin suksese me budallaki, me imitime non-stop, dikuj tjetër, e pse atëherë mos me u pasuru me qëtë content që është mjaft i posur. Natën e mirë dhe gjumë shumë të amen. Mirë pofshim. Bye.